Pasim në gjatë punës tonë, si mbas vetë emrit e kuptojmë që është patologji e cila e prek gjinin e mashkujve, domethënë djemt mashkuj. Zakonisht diagnostikohet me njëherë pas lindjes. Tash bisedojmë pak më në detale, po ndonjëherë duhet pritet edhe deri në 6 muaj, që mu vërtetu a na ka zbritur testisin qesën skrotale apo jo. Është në operacionet të cilat na i quajmë ditore, çka ne kuptojmë me operacion ditor. Me operacion ditor janë ato operacionet të cilët pacienti ditën që operohet lëshohet në shtëpi. Domethënë quhet operacion ambulantor. Dhe nuk është i komplikuar diçka. Nuk është i komplikuar, po damet sigurisht sipas disa statistikave që kanë bërë disa kolegë në Universitetin e Leuvenit në Belgjikë është vërtetuar që ka të bëjë edhe shumë profesionalizmi. Domethënë përvoja e kirurgut, komplikimet janë shumë më të vogla në këtë rast tek kjo patologji. Po para se dalim tek intervenimi dhe operacioni, ka shumë rëndësi sepse